Është koha për intervistën e ditës. Të ftuar sonte kemi Besnik Mustafajin, shkrimtar, ish ministër i jashtëm i Shqipërisë, ish ambasador. Zoti Mustafaj, mirë se erdhët. Kënaqësi ju kemi sonte në Alsat. Faleminderit për ftesën. Zoti Mustafaj, sot u promovua vepra në mëni të njëri tjetrit. Cila është tema e romanit tuaj? Tema e romanit tim, ky është romani, dhe tema e romanit është marrëdhëniet që dihet si kanë qenë midis shqiptarëve dhe serbëve gjatë shekullit 20. Çështje e ndjeshme. Çështje shumë e ndjeshme, tragjedi ka qenë ajo, ka prodhuar tragjedi vetëm për shqiptarë, që është e vërteta, por që duhet mbyllur, duhet lënë në të kaluarën e vet, dhe unë besoj se kam hedhur atë dritën e optimizmit, e të humanizmit mbi subjektin e romanit tim. Dhe a mendoni se vazhdon edhe sot përplasja shqiptaro-serbe? Nuk është se mendoj unë. Banjska që ndodhi para një viti e gjysmë tregon që vazhdon. Disa deklarata të përsëritura të Vučićit lidhur me Kosovën tregojnë se vazhdon. Pra asnjë shenjë pajtimi dhe normalizimi, siç quhet në gjuhën diplomatike, nuk po shohim nga ana serbe. Pra është një realitet ende në dinamik dhe që duhet patjetër të përfundojë. Sipas jush, Ballkani i hapur, a ishte projekti i nevojshëm për të ulur, të themi, tensionet, edhe pse sikur dështoi? Ballkani i hapur ishte një shpikje absurde, e cila synonte, mendoj unë, ishte një shpikje në Beograd, kjo është e vërtetuar tashmë, dhe që Edi Rama e përqafoi, nga nisur nga mendoj unë amatorizmi, nuk duhet besoj të qëllimet e tija të mbrapshta, por nisur nga padia që ka ai, është një njeri shumë i paditur në marrëdhënie ndërkombëtare, dhe nisur nga kjo ai e përqafoi këtë ide të ardhur nga Beogradi dhe që synonte tërësisht t'i jepte një rëndësi që nuk e ka sot në nivel rajonal dhe aq më pak më gjerë Beogradi, Serbia. Pra ishte një ide që dështoi pikërisht sepse nuk kishte as realitet, nuk kishte as perspektivë, por kishte vetëm një qëllim manipulimi nga ana e Beogradit. Sipas jush, a ka ndjesi në Shqipëri, zoti Mustafaj, mbi të vërtetën historike të Kosovës? Po, pas një diskutim, opinioni publik në Shqipëri, dhe jo vetëm opinioni publik tani në Shqipëri, ndaj historisë së afërme të Kosovës, ndaj që është historia e luftës e 99, e pavarësisë së 2008-s dhe historia e sotme, ka një ndjeshmëri shumë të madhe, ka një vëmendje shumë të madhe nga opinioni publik. Nuk është ende Kosova, historia e saj, nuk është ende vetëm objekti i historianëve. Sigurisht që historianët kanë filluar ta bëjnë punën e vet, por është vërtet është pjesë e debatit publik, është pjesë e ndjeshmërisë së shoqërisë. Dua pak ndalemi edhe tek aktualiteti në Shqipëri, ndërsa ju jeni sot në Shkup, në Tiranë po protestohet. Tani më disa ditë me radhë. Kur të ktheheni nga Shkupi, do të shkoni direkt në protesta? Unë do të shkoj në protesta, unë kam kalu moshën e protestave, unë i kam bërë protestat kur kam qenë 30 vjeç, por në mënyrë simbolike unë do të jem pjesëmarrës në këto protesta. Unë jam si baba, si qytetar i Shqipërisë, si intelektual, jam i lumtur të shoh një zgjim masiv të rinisë shqiptare, ajo që quhet gjenerata Z, që ka shpërthyer në gjithë të Europën në momente caktuara dalg vitet e fundit, po vjen edhe në Shqipëri. Do të thotë që ne kemi arsye për të qenë optimist, sepse kemi një rini që nuk pajtohet me të keqen. Pra, kjo protestoni që është ndryshe, dhe nuk është të themi Zvërneci fokusi, po nisin nga Zvërneci dhe tani po shprehet revolta. Zvërneci është pretekst, është shkaku, është si shpërthimi i një plagë të majisur shumë. Pra, nuk mund të kishte gjithë masivitet nëse gjithë shka do t'ishte përkupimi për Zvërnecin. Është akumulimi i një pakënaqësie të gjerë, të thellë, të shtrirë në kohë kundrejt qeverisjes Edi Ramës. Nuk ka asnjë shpjegim tjetër, ky masivitet. Ju tha që do të shkoni në protest, ju nuk jeni më politikisht
aktiv, Jo. por jeni njëri ndër themeluesit e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Protestuesit i akuzojnë të dy partitë. Shiko, Si PS-n, si PD-n. Dhe pastaj shtrohet këtu ajo pyetja, ka pakt PS-PD që të mbajnë njëra tjetrën? Në mënyrë racionale, është e drejtë që edhe Partisë Demokratike për vitet që ka qenë në pushtet t'i jepet përgjegjësia që i takon për realitetin. Por në këto 40 vjet gati, domethënë 36 vjet, Partia Demokratike ka qenë 12 vjet në pushtet, 24 vjet ka qenë Partia Socialiste. Pra, nuk është e barabartë, është gabim, është manipulim nga propaganda, por është gabim logjik dhe historik nëse ndahet përgjegjësia në mënyrë të barabartë. E dyta, janë bërë tentativa edhe për protestat e para zyrave, para selisë së Partisë Demokratike. Në mënyrë karikaturale, reduktohet përgjegjësia politike ndaj drejt opozit, sepse nuk mund të në asnjë vend të botë. Gjenerata Z ka bërë, në rinia sot ka bërë edhe në vendet arabe protesta, por nuk protestohet tek opozita. Kjo lëviz kundër pushtetit. Pushtetin e ka një forcë e caktuar ose një koalicion i caktuar, nuk e ka opozita. Por kjo është mënyra, duke thënë që përgjegjësia është e përbashkët, sot. Kjo e shmang përmbysjen që synojnë të rinjt dhe e ndan në mënyrë të barabartë përgjegjësinë, pra i bën njësoj pushtetin që ka 16 vjet njërë në pushtet tani, ka është mandati 4 qeveria e Edi Ramës, dhe për 4 mandate harrohet ose ka pas kohë të korrigjohen edhe imperfeksionet që po themi apo gabimet e Partisë Demokratike. Në fakt janë thellu të gjitha dhe është bërë një situatë e padurueshme. Dhe mendoni se kjo situatë do të vazhdojë? Unë besoj se protesta do vazhdojë, unë shpresoj se protestuesit, organizatorë do kthjellohen në mënyrë që të përcaktojnë ca objektiva që i shërbejnë vendit, jo vetëm shfrimit të emocioneve të tyre, dhe nëse përcaktohen qartë objektivat, atëherë protesta do të jetë në objektivat që i nevojiten transformimit të vendit. Në mos, nëse vazhdon në mënyrë kaotike, kështu siç është, pa objektivat qarta, kjo shumë shpejt. Dhe nëse protestat vazhdojnë, zgjidhje nuk ka, çfarë bëhet në këtë rast? Protestat ose shkohet në zgjidhje, ose shkohet në radikalizim. Unë nuk jam radikal, por në asnjë protest nuk ka përfunduar, nuk është fikur në mënyrë të qetë, por është fikur me zgjidhje të objektivave. Pra thoni se ky zë që është ngritur nuk do heshtet lehtë. Unë shpresoj, tani unë nuk jam në gjendje t'ju jap siguri teleshikuesve sonte se ky zë nuk do fiket. Por unë shpresoj shumë se ky zë nuk do të fiket. Unë e njoh shumë mirë Edi Ramën, e njoh qeverinin tonë. Edi Rama është manipulator shumë i madh dhe ka të dëshmuar për protesta e studentëve. Ai arriti t'i manipulonte studentët dhe të përfundonte në një hiç gjithë ajo protest madhështore dhe shumë e drejtë e studentëve. Nëse do të vazhdohet në të njëjtën mënyrë, atëherë do të jetë ka rrezik që Edi Rama përsëritja të bëjë të njëjtën gjë. Më kujtohet protesta e studentëve të vitit 90, që çojnë në shembjen e komunizmit. Gjithë tentativat e Ramizalis dhe të Partisë Punës atëherë ishin mos politizoni protestën e studentëve. Mos politizim çfarë do të thotë? Se politika është ajo që e transformon shoqërinë. Nuk transformohet vetvetiu shoqëria. Atëherë shmangja e politikës do të thotë ti fikësh motorin transformues një proteste. Shqipëria po ecën me një ritëm më të përshpejtuar se ne në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian, zoti Mustafaj. Jeni optimist për të ardhmen e Shqipërisë në BE? Unë jam shpresmir, por nuk jam optimist, sepse unë e shoh që realiteti në Shqipëri
është shumë larg standardeve që kërkohen për të pranuar në Bashkimin Evropian. Domethënë, ne kemi në letër një realitet që ju serviret në Bruxelles, por që nuk është i mjaftueshëm, sepse ne kemi sot një nivel korrupsioni në Shqipëri të papam, në nivele shumë të larta të politikës. Kemi një përpjekje të pushtetit politik për ta sabotuar drejtësinë, është rasti i zëvendës kryeministres Balluku, në mënyrë simbolike, se ka dhe plot raste tjera. Kemi një prokuror i antimafjas italiane para 3-4 ditësh që Shqipëria është një lavatriçe e madhe e pastrimit të parave të drogës, moria e kullave në Tiranë, çfarë tregojnë ato, me çfarë parash janë bërë, sipas prokurorëve italianë, të cilët janë më të zotët në botë për të përcaktuar aktivitetin e mafjas. Këto janë parat e mafjas, janë parat e pistat të krimit që po pastrohen në Tiranë. Megjithatë, nëse bëjmë paralelen me Maqedoninë e Veriut, ne kemi mbetur në vend numëro sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian, zoti Mustafaj. Dihet, kushti i Bullgarisë për ndryshime kushtetuese nuk po përmbushet, vendi po lavdrohet se po përmbush reformat, por kushti mbetet dhe s'ka një farë forme gatishmëri dhe vullnet për ta përmbushur këtë kërkesë. Po, unë ndjek zhvillimet në Maqedoni, aq sa mund të ndiqen nga një njeri i tërhequr siç jam unë. Këto që konstatoni ju janë realitete që njihen edhe në Bruksel, edhe në Shqipëri, domethënë është pa diskutim një realitet që dëmtoni aspiratën maqedone të integrimit evropian dhe është një realitet që lidhet me zgjedhjet e fundit në Maqedoni. Domethënë nuk po ecte me këto ritme, sepse edhe gjatë fushatës edhe para fushatës fundit u premtuan ndryshimet në kushtetut që do të... Madje u premtuan edhe me afat kohor. Po, nga pala shqiptare. Qeveria e sotme nuk po i bën. Dhe nuk ka lëvizje në atë drejtim, të paktën deklaratat e autoritetet të këtueshme janë që... Ka dhe një gjë... Vetë kryeministri thotë se nëse duhet do presim me dekada, por nuk luhim në një aventurë. Ka një faktori shqiptar këtu, ka një rënje të peshës që ka pas, sepse më përpara faktori shqiptar ka qenë një shtytës shumë i madh i faktorit maqedon dhe pastaj i gjithë institucioneve në proceset integruese, qoftë në NATO derdje, në Europë, në zgjidhjen e emrit, në zgjidhjen e mosmarrëveshjes me Greqinë për emrin, të gjitha këto janë merita që i takojnë faktorit politik shqiptar që në atë kohë ishte në qeverisi. Po si ishin një statusin e shqiptarëve këtu në Maqedoninë e Veriut, që me që jemi edhe në fund të minutave të intervistës, e hapëm me marrëdhëniet shqiptaro-serbe dhe ta mbyllim me shqiptaro-maqedonase. Si e shihni ju statusin e shqiptarëve këtu? Unë nuk kam si ta dalloj, përveç se duke fol me shqiptarë që me intelektual, edhe këto dy ditë që jam këtu në Shkup, kam taku shumë intelektual dhe njerëz të profesora universiteti, shkrimtar. Të gjithë kanë ankesa, të gjithë, ose në mas, më thonë që pesha e statusit, të shqiptarëve në Maqedoni është zbehur dhe po vjen vazhdimisht në zbehje. Shprehje e kësaj zbehje ishin protestat e studentëve. Protestat e studentëve janë shumë emblematike për të kuptuar çfarë po ndodh me shqiptarët në Maqedoni. Dhe zgjidhja? Zgjidhja është që faktori maqedon duhet ta kuptojë që nuk mund ta ndërtojë një Maqedoni pa një pjesëmarrje shtetformuese të drejtë, të barabartë të shqiptarëve. Zoti Mustafaj, faleminderit shumë që sonte ishit në Alsat dhe ndatë kohë për ne. Faleminderit juve për ftesën.